parë një vite dhe po interesohen. Dhe thonë, çfarë po bën me gimbon? Çfarë po bën me gimbon nuk është pyetje. Si je ti në raport me gimbon, si e ke qasë në raport me gimbon, e të tjerë, është pyetje. Çfarë po bën ti me gimbon? Gimbon nuk është gota. Je, leje, bëje, nuk është. Atë prit tani, o do flasë, o do flasë ti, pyetjen e bërë. Unë për gimbon, ndjenjat e mia edhe mënyra se si unë kam qasë me gimbon, përgjigjen kam dhënë gimbons. Është del shumë i mirë, unë e vlerësoj shumë, nuk kam në asnjë moment nuk jam mundu me gimbon me bëlor. Ti ke jeni i saj, ti ato raport kam bravo. Po më se mashkull. Bravo. Sinqert. Dhe nuk ka qenë kur qëllimi me dalë në prajme të tilla situata. Po njëkohësisht, gimbos i kam thënë që unë nuk kam besim. Sepse është shumë se normal mos me pas besim të një njeri që prap i në saj si me kanë me gimbos, si me kanë me modeles. Me i ta qëllime që gjeti me te, i kam mëllon me te. Super. E dyta ka qenë një paralizim që unë nuk kam dashur që këtu është bë ditën e parë nga Gerti, ka thënë që si është tallë dikush me dikë, ashtu po bën dhe ti me atë. Edhe për kësaj, po, edhe për këtë jam mundu më u kujdes. Jo më kujdes, po me qartësu. Sepse nuk e kam di, po me qartësu. Kupton? Edhe çfarë do të thënë tani? Me fjalë, me pak fjalë ti do të thonë që gimbo është i qartë. Jo, me pak fjalë po them që pse gjëja mund të vinë në mënyrë organike dhe jo e shpejtë dhe jo bum gjitha gjëra nuk do të thotë që është për lojë.